Unë jam marrë në Norvegjin, jam kanë 14 vjetë, për fuqizon edhe i qonë gratë fakt më naltë në fushën e biznesit. Tash kemi kalu 14.000 anëtare, është edhe ky takimi që jemi këtu sot. Unë jam marrë në Norvegjin në 2005, jam kanë 14 vjetë, edhe jemi ardhur me familjen bashkë, kështu që 20 vjetë jam në Norvegji. Në fillim ka qenë pak vështirë integrimi. Norvegjia është një shtet pak i ftoftë dhe njerëzit janë pak ftohtë. Edhe kujtohet 3 vitet e para kam pas qef më kthy në Kosovë, po mas një kohe tu shku në shkollë, tu kriju karrierë, kam zhvillu edhe një karrierë këtu në Norvegji, me shkollë, me punë, edhe në 2017 e kom fillu biznesin tem të parë, edhe në 2022 e kom ndërru drejtimin e kom bë HER, që është tash organizimi i eventeve, organizimi i konferencave të ndryshme, që i fuqizon edhe i qonë gratë fakt më naltë në fushën e biznesit. Unë kur jam kone re, e kom pas mamin si inspirim shumë të madhë, se ajo ka qenë police, gjenerata e parë policisë në Kosovë, si gru. Kështu që gjithmonë kam pas qef me punu dhe me kriju diçka që shkon në drejtim, me inspiru qikat, gratë, me pas vetë besim edhe me pas fuqi që me fillu diçka për vete. Kështu që kjo ka në arsyeja pse kam fillu edhe HER, që është organizata jam, aty bëjmë fuqizimin e grave në fushë të biznesit, kryesisht, po jemi në sektoret ndryshme tash këtu në Norvegji. Për shembull, vitin tjetër kemi me bë një konferencë shumë të madhe, ku ndërhyjmë edhe në futboll të vajzat bashkë me biznes, edhe bëjmë një konferencë, domethënë që i kufizon të dyat. Gjatë vitin 2025 ne kemi pas HER Conference and Awards në prill të këtij viti, dhe ambasada e Kosovës, ambasadori Anica Luci, i ka pru 7 gra prej Kosovës, ndërmarrëse. Edhe aty në konferencë kanë pas qëllimin edhe kanë pas mundësinë mu njoftu me gratë në Norvegji, me biznese ndryshme në Norvegji, që me mujtë me marrë, domethënë edhe biznes, edhe mështeri, po edhe bashkëpunim me këto që jemi. HER është një ekosistem, domethënë, për gratë në biznes. Tash kemi kalu 14.000 anëtare, që janë gra në nivellet ndryshme të biznesit, po edhe në fusha ndryshme të biznesit. Kështu që prej këtyve kemi edhe shumë gra shqiptare, kemi shumë ngure me to, janë advokate, kanë shumë suksese në fusha ndryshme, mirën edhe me fustane, si në Kosovë kanë pru këto. Kështu që është një kënaqësi ekstreme edhe kur t'i kemi edhe ato me veta. Në të ardhmen kam qef edhe ma shumë me bashkëpunu me Kosovën, me gratë e Kosovës që kanë bizneset e veta, edhe jam shumë falenderuese për presidentën tonë, Vjosa Osmani, që na ka ftu 2-3 herë në Kosovë me marrë pjesë në konferencën e saj Women Peace Security, po edhe përmes fushatave tjera, organizacionave që janë në Kosovë, kemi qef shumë me bashkëpunu, me bë diçka alo më të madhe për gratë e Kosovës, kudo që janë botë, jo vetëm në Kosovë dhe në Norvegji. Njëri prej takimeve të këtij vitit është edhe ky takimi që jemi këtu sot me Alketa Gjafa Mripan, që është një artiste dhe ka këtë instalimin Thinking of You. Sot e kemi bërë këtu një event për me mujtë me mbledh pak pare, po edhe me donu fustanat për instalacionin që ka me kanë këtu në Norvegji në qershor 2026. Pjesëmarrësit këtu sot janë gra që kanë bizneset e veta në Norvegji, do prej tyre shqiptare, po edhe shumë norvegjeze që kemi pas qef me ju pru një artiste shqiptare dhe me kallëzu pak edhe kulturën tonë edhe domethënë këto iniciativa që i kemi edhe na. Që mujmë me marrë pjesë, me kontribu diçka, është gjithë një kënaqësi shumë e madhe. Për vajzat ose gratë që kanë një ëndër me pas një biznes të vetën, ju kisha thonë bëne, sot tash në 2025-2026 është koha më e mirë që kemi pas me mundësitë më të mira që kemi me AI, me krejt, me zhvillimit bizneseve. Kështu që nuk është diçka dhe mos me shku edhe mos me pas sukses
ka diçka tjetër. Shumë ka që e marrin pak afër zemrës, tuten shumë për mos me pas sukses, po ka njerë është mirë edhe me provu edhe herën e dytë shkon edhe ma mirë. Unë jam Dona Kastrati dhe jam pronare e kompanisë Her në Oslo.